Jam Ledion Kreka, jam nga fshati Orman, punojmë prej që kur është për demokracia me këtë punë. Mirë po, vitit, po thuaj se këtë problem kemi pasur. Po si vit do me them, nuk ka qenë kështu, sepse po thuaj se tregu i Tiranës edhe me tregtarët që kemi punuar vitet e tira, po thuaj se nuk afrohet njëri fare. Dhe të thua që nuk është patate cilësore apo urdho. Shikohet? Sa hektar me patate mbyllni? Po ne kemi patur 4 hektar me patate. Edhe për fat si vit është bërë një patate shumë cilësore dhe shumë e mirë. Siç e shikoni edhe vetë, është shkullur që në fillim të shtatorit, edhe doli edhe marsi, erdhi prilli, edhe pothuaj se kemi shitur një pakicë, ja, siç e shikoni juve këtë magazinën këtu. Një pakicë, kemi edhe shumë, sepse kemi magazin tjetër andej, edhe në Përstiva. Mbeti gjithë malli vashitur. Sa kohë qëndron patatja e magazinuar që nuk prishet? Po qëndron, po ja tash shiko si ajo ka mbire gjitha, e kupton, sepse tash u ngro moti. Ajo s'mund të duroj një jetë. Duron ka duruar 5-6 muaj e magazinuar. Që patatja tjetër e divjakës apo nuk durojnë fare, po kjo është patate që është patate shumë e mirë. Edhe ne? Çfarë bëni ndërkohë me pataten që ju prishet, që ju kalpe? Baktit, si që do të shikoni edhe ju, baktit po janë. Edhe pjesa tjetër do të përfundojnë në lumë ose në për kanale. Se gjitha drejt asaj po shkon. Ju thoni që nuk e keni gjetur treg patate. Po. Ju mungon vjetëtarët apo vini ju ja kërkojnë me një çmim që nuk... Shiko, si vit nuk ka lidhje dhe shumë çmimi, po si vit ka hyrë një patate jashtme, patate gjermane që quajnë ata, po se nga është neve nuk e dim, nga Kosova apo nga është. Edhe ajo ka zaptuar të gjithë tregun e Shqipërisë, po thua. Edhe ata 5 tregtar që kemi pasur ne, ata tash i marrin si me detyrim për tregtarët e mëdhenj, sepse 2 veta e futin atë patate. Edhe ne na thonë që na japin si me detyrime, kupton? Edhe s'ka ndonjë leverdi ata që të vinë ta marrin këtë. Plus që e marrin edhe me çmim të lira, ndërsa neve as nuk subvencionojmë, as nuk bëhemi. Ne nuk marrim asnjë lloj subvencioni për pjesën e patates. Edhe disa subvencione që jepnin ata për pjesën e naftës na joqën fare. Edhe ne tashi jemi vetëm me shpresë nga Zoti. Sa kuintali keni këtu aktualisht? Edhe me apo t'ja keni magazinat? Po kemi edhe gati 1000 kuntal. Po. Po edhe të përkthyera me lekë? Po të përkthyera me lekë llogaritë sikur me 300 lekë apo edhe me 200 lekë, bëjnë i thonë 20-30 milion lekë, e kupton? Që është në dëmin tuaj sepse nuk po shitet edhe po kalbet. Po Fitimi me shitëm me 400 canë me... Kurse tash as vjen njëri, e kupton? Nuk vjen njëri fare, po thuaj. Si gëzohesh ti një djalë për shembull sa e vështirë është për ju për një fermer? Shko, për ne është shumë e vështirë, sepse ne kemi bërë të gjithë investimin e mundshëm. Ne kemi pezetorat, gjitha agregatet e mundshme. Ne këtu jemi përqendruar me magazina, gjithë gjëra që kemi bërë. Ku të shkojmë sot neve? Ne shpresat i kemi nga shteti. Sa keni hedhur? Sepse, shiko, ankohen që kanë ikur gjithë të rinë nga fshati. Ne që jemi këtu, edhe neve duam që të na heqin na përzen. Neve po punojmë, po merrim, ja punojmë me njerëzit e shtëpisë, siç po shikoni edhe ju. Edhe 5 veta që kanë ngelur, e kupton, duam me doj mos që ti përzen. E pse u dash kërkaj që tiki unë që këtu, e kupton? Kam punuar, unë kam çikur është ndar toka, çikur kam qenë fëmijë i vogël. E kam bërë këtë punë dhe e vazhdoj ta bëj me qejf. E pse u dash që unë tiki që këtu? Tiki nga prindrit, tiki që nga... Që kur është ndar toka që në 92-shin, kam qenë 5 vjeç. Që 5 vjeç kam dalë unë për të punuar në tokë, me mamin, ja. Dhe sot kam arritur këtu që s'duam neve, sepse ne ik një vitin tjetër, e kupton. Po, të ardhen të pa shpresë, ti e shikon vetë. Këtë punë e bëjmë me qejf sepse kemi një jetë të tërë, e kupton. Edhe nuk është se na bën përshtypje. Mirë po tani, ne varet, çdo gjë varet edhe sepse ne nuk shesim dot, e kupton. Ne nuk është se nuk prodhojmë. Ne nuk shesim, ja ku e ke Elbit, ja ku e ke Mistrin, gjitha i kemi pashitur.
E pse u dash ka që unë ta mbaj misrin ta anëmijt aty, edhe të vi misri serbit me aflatoksin të marrin atë. Jo, do thonë Ja se do ta shikosh ti. është shkaku kryesor. Po importi, subvencione nuk marrim. Atëherë si mund të konkurrojmë neve me vendet e rajonit? Shtetet e tjera po thonin që marrin subvencione. Po marrin 10 lloje, e kupton se ne jemi fermer potencial këtu. Ne bashkëpunojmë edhe me fermer nga vendet e rajonit. Po. Ne jemi më të keq trajtuarit, e kupton? Nuk po ja dalim dot më, troç muhabeti. Si mund të vaditësh kjo patate që shikon ti sot, është vaditur 10 herë. E si mund të vaditë 10 herë dhe të përfundoj këtu, llogarit që çfarë beari kemi pasur. Pa ujë, pa asnjë lloj gjëje dhe thuhet edhe poshtë e përpjet që bëjnë investime për vaditit apo për kanalizimet. Hajde të çoj unë këtu sepse ata nuk mund të i bëjnë ato intervistat që nga zyrat e tyre. Hajde le të vinë me mua, le të më sfidojnë mua këtu, e kupton? Këtu në vendit. Jemi të pashpresë. Sot sa patate ke hedhur në qofse i marrim shumë. Po së kemi hedhur 400-500 hektar patate. 400-500. Po, deri tani, sepse i zgjedhim ja. Gjysmat, shiko pak. Të lutem filmoni këtu. Këto janë për tu hedhur. Këto janë për tu hedhur, këto janë për këtu. Ja ku është patatja tjetër aty për tu hedhur, e kupton? Sepse neve edhe ata që shesim për të konkuruar, ne shesim mall të mirë, nuk shesim. Edhe ja ku jemi sot, edhe janë në kategori. Këtu i dhe në të kalburat fare. Sa keni humbur? Sa lekë? Tani shiko të them unë kështu. E berë, kjo vete 260-270 lek për kilogram vete shpenzimi. Ne sot që po flasim, do me thënë jemi në kosta, e kupton. Sepse patatja po shitet 200 leka edhe nuk vjen njeri as për ta marrë, pa nuk është vetëm mjafton duam që ta heqim nga magazinat. Sepse shiko, kanë birë gjitha. Edhe ne jemi kështu, sot për sot që flasim, të paktën ne mund të kemi humbur rreth 30-40 milion leka deri tani. Që i kemi hedhur patatën në lumë. Një dëm shumë i madh për të rënë. Po burimi i të ardhurave besoj se është Shiko, burimi i viteve, burimi që çfarë kemi punuar, në vite ne kështu i kemi. Po mos shitem ne nuk mbjellim dot, e kupton? Dhe tani i kemi marrë, ja ku i keni shikoni edhe misrin edhe të gjitha, i kemi marrë, por nuk e dim do t'i mbjellim dot apo s'do t'i mbjellim. Dhe pa shitur këto ne kemi mbjellë të tjera. Kjo është me keqja. Vjet ka qenë temperatura 38-39 gradë, edhe kemi vaditur 10 herë. Llogaritë tash se sa i ka vajtur shpenzimi vetëm për të vaditur. Mi po nuk e lën dot sepse investimi është bërë, e kupton? Janë bërë të gjitha. Nuk ne këtë punë kemi. Edhe për të dorëzuar nuk dorëzohemi dot sepse në vitin tjetër çfarë do bëjmë? Do jetojmë. Ku ti bëni thirrje sot? Nëse keni një thirrje, Shiko, unë në thirrje përveç se shtetit nuk kam se kujt i bëj, e kupton. Edhe ata ngrihen, dalin të vinë këtu në teren, jo që nga zyrat e tyre. Të vinë më të na shikojnë realisht, mbase neve edhe mund të gënjejmë, e kupton. Të vinë, të dalin njerë. Po çfarë bëjnë këta? Këta edhe kur bëjnë në një seminar apo në një mbledhje, në mbledhin ata 5 njerëz që u servilosen, e kupton. Edhe bëjnë ato çfarë bëjnë me njerëzit e tyre aty, edhe bëjnë fakt të kryer që ne po ndihmojmë bujqësinë, ne po bëjmë këtë, po bëjmë atë. Në realitet nuk po bëhet asgjë. Edhe 5 gjëra që bëhen për ato 2-3 agroturizma sa janë. Edhe realisht ne që punojmë, ne nuk po ja dalim dot. Kurdo. Ja duart time, e kupton? Që punojmë që bëjmë. Mirë, po çfarë do bëjmë? faleminderit. Si që po shikoni edhe vetë, ja, patatja po përfundon ushqin për baktit, i lajmë, i zjejmë, e kupton. Edhe si përfundim pastaj, ja, ku janë lopët atje. Ndërkohë me pjesën tjetër që nuk e han baktit ju e hiq. Po edhim çfarë të bëjmë? Ja ku kam përfunduar ande. Kjo është e gjithë. Po mjaftojnë, hajde. Hajde. Shiko, atë më mirë sa presësh atë që flek. Të edhe 100 dhe të përfundosh të marrë 20. Viti 1000 që ka ndodhur, e kupton? 1000 nga të gjithë. Këtu edhësh për shembull 100 milion lekë. Edhe me shpresën e Zotit që do marrësh tendit apo do marrësh. Po çfarë të bëj? Nuk shpërblej.
Me këtë punë merreni më të. Po ideja është që Ja këtu jemi sot. ta marrë mikrofonin të bëj një hyrje unë kështu. Kështu, në këtë formë, edhe në fund fare ta hedhësh. E zem ta haj lopa apo ta hedhësh në kanal. Ja, ku jemi. Të bëj shtekishin e punë. Tani ta bësh pataten, t'ja heqësh kështu, një me një, sepse koha erdhi. Shiko pak, shiko si ka ndenjur. Po. Është e gjitha e verdhe, kupton. Shiko pak. Me na do fillimi po futim test. Nice. Si vjet u bën, tham neve do shkoj, se u bën malli mirë. Si vite dhe... Me kempe me. Në invalide se papa. Me krana dhe mbine me, po t'ja lem djalit. Se mi s'bëjmë dot, na janë zbërfar, tash i sallafose mi si, kur thonë, allergjin, po. Si jemi as për të punuar. I kemi në shallave të shumë, anë e banë. Edhe punojmë ne, kupton, edhe në fund fare jetim punon. Çfarë thash? Unë tash nuk dua edhe as nuk desha, as nuk dua me të flasë, është shumë jam shpejt. Po po, e di çfarë Mi po do qatë të të thuaj. bëj, telefonit me. Sa të bëjmë një barista? Sejda! Sejda! Pak Dalë. të vendos mikrofonin. Okej. S'ma vetë